Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Që tani do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Çfarë thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Keni gjetur shpirtin binjak. Jeni shumë të lumtur në këtë liqen ëndrash. Shumë shpejt pra gjeni shpirtin tuaj binjak. Ky kavalier vjen drejt jush me këtë tufë të bukur dashurie. Është një person shumë punëtor, shumë i dashuruar me ju, një person që ka një energji pozitive për ju, dhe këtë lidhje do ta konsolidoni në këtë ishull magjik. Të dy bashk, në timujt e një këngë të bukur dashurie që ju pëlqeni, duke vallëzuar të dy, të lumtur dhe të gëzuar. Jeni dashurisët në univers. Keni këtë aurë magnetike që ju ndriçon në çdo moment. Keni një përputhshmëri midis njëri tjetrit dhe shumë shpejt në jetën tuaj do të vijë ky bollëk i madh. Për sa i përket bollëku është i gjithanshëm, i përket një pune të re, i përket një suksesi në biznes, dhe tek pjesa e dashurisë. Me kë rezonon kjo energji e bukur e orakullit? Me dashin, me gaforen, me peshqit, me ligjëreshën, me luanin, peshoren, ujorin dhe binjakët. Kurse ka gërmat, me gërmën G, T, me gërmën N, R, me gërmën F, I, V, L, J, P, E, Gj dhe gërmën Q. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.